Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 46. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Nida Rama Alushaj. Përshëndetje Nida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje të dashur miq. Jemi në një sezon, jemi në një episod tjetër, jemi te episodi 46 dhe jam shumë mirënjohëse që kemi arritur deri këtu edhe jam e bindur që edhe ky do jetë një episod shumë i bukur dhe do ta shijoni shumë. Patjetër, si gjithmonë ju ftojmë që të na ndiqni në rrjetet tona sociale, gjithashtu të shikoni këto video që ne publikojmë çdo javë për ju në kanalin ton zyrtar të YouTube. Mos harroni të na bëni subscribe aty, dhe gjithashtu në formatin audio në Spotify dhe Apple Podcast. Okej, besoj se i tham të gjitha. Anita, mund të na thosh kush është i ftuar joni radhës? Patjetër, unë kam kënaqësinë që të ftoj Enea Tantën. Ai vjen nga qyteti i bukur i Korçës dhe është 51 vjeç. Enea ka përfunduar shkollën elektronike dhe elektrike mes viteve 1987 deri në vitin 1991 dhe momentalisht punon në supermarketin e tij të taksisë. Enea është babai i 3 fëmijëve dhe është pagëzuar në vitin 2009 në qytetin e Selanikut, ku dhe jeton që prej vitit 1993. Enea ka një pasion shumë të madh për muzikën dhe i pëlqen që të luajë në kitarë dhe në piano. Enea, mirë se erdhe. Përshëndetje drejtuesit, përshëndetje dëgjuesve. Mirë se u gjeta. Faleminderit që pranove ftesën. Është vërtet një kënaqësi të kemi një shenjtor të ditëve të mëvonshme tashmë që jeton në Greqi, edhe do flasim pak edhe për këtë, po unë dua të kthem pas në kohë tani, të flas për qytetin tuaj të lindjes, për Korçën, që konsiderohet si dhe Parisi i Shqipërisë. Atëherë çfarë mund të na thuash ti Enea nga kujtimet që ti ke patur, çfarë mban mend për Korçën? Korça është vendi i lindjes dhe aty është lidhur shpesh me moshën time fëmijërore. Ajo ka një lidhje të magjike me jetën time, sepse aty janë lidhur mosha e fëmijërisë dhe mosha e pafajësisë dhe unë aty kam shumë kujtime të bukura për sa i përket qytetit të Korçës, klimës së Korçës, natyrës së Korçës, rrugëve karakteristike, serenatave dhe atyre muzikave tradicionale të Korçës, që të cilat më mungojnë mua, janë të lidhura me moshën time fëmijërore dhe me pafajësinë time dhe unë gjithçka e shikoj aty të pastër dhe është lidhur me këtë qytet, që është Parisi i vogël në atë kohë. Unë nuk kam jetuar në Korçë, po më mbahet mend që Korça konsiderohet që një qytet i romantizmit, apo jo, që njerëzit janë shumë romantik, siç e the vetë serenatat, patjetër, por është edhe një vend shumë malor, shumë i bukur. Na trego pak Enea për familjen tënde, sa fëmijë jeni, si është marrëdhënia me nënën, babain tuaj? Ne kemi 2 fëmijë, babai, mamaja dhe 2 fëmijë, domethënë, po baban e kemi humbur sepse ai ishte 88 vjeç këtu në Selanik, na ka mbetur vetëm mamaja tani. Prindërit e mi kanë qenë të dashur me neve, ata na kanë mësuar parimet e para, na kanë mësuar të qenit të mbajtur fjalën, të mbash fjalën është një parim që na kanë mësuar kur kemi qenë të vogël, të vegjël. Parimi i dytë është të respektojmë të mëdhenjtë dhe parimi i tretë ka qenë edukata morale. Këta prindër na kanë dhënë dhe na kanë transmetuar neve në mënyrën e tyre dhe gjithashtu dhe parimin e sakrificës, ata kanë sakrifikuar që na kanë rritur me kanë qenë prindër shumë të dashur dhe kanë dashur gjithmonë të mirën e fëmijëve të tyre. Dhe ata treguan dhe këtë veprim gjatë ardhjes së tyre në Greqi, me sfidave të ndryshme që kaluan, edhe pse ishin të mëdhenj në moshë, por ata ishin rolin e prindit, kishin rolin që duhet të na drejtonin, të na çonin në një botë më të mirë. Po, me sa duket ke patur një rritje shumë efektive, si thosha, shumë të bukur në fëmijërinë tënde, dhe
ti ke jetuar Enea si pjesë e familjarëve tanë, prindërve tanë, në kohën e diktaturës. Të mbahet mend ndonjë gjë në kohën e diktaturës si e ke përballuar ti personalisht atë kohë? Unë kisha një veçori të bukur sepse që në moshë të vogël kisha një mirënjohje për gjërat që kisha rreth meje, domethënë unë shikoja gjithmonë ato pak që kishim i vlerësonja dhe kisha shumë vlerësim në gjërat e asaj kohe. Unë më mend shumë se diktatorët unë nuk e shijova shumë, unë shikoja që babai tim e mama ime ndoshta e kisha atë problem, po unë si fëmijë që isha në atë momente shikoja që kishte dy gjëra të bukura që qeshnin, neve qeshnin atë kohë. Edhe pse ishin të varfër, kishim atë dashurinë me miqtë, me komshinët të tanë. Edhe kishim atë të qeshur, ne qeshim shumë në atë periudhë. Isha i atij aspekti që shikoja gjëra pozitive në çdo problem që ndodhte. Diktatura unë ndjem shumë nga prindrit tanë, po gjithsesi neve kjo eksperiencë na mësoi ne të vlerësojmë, sepse ndoshta nga diktatura ne u bëm më të fuqishëm, më të rezistencë për të përballuar një hap më të vonshëm që ishte emigrimi. Dhe po mos kishim kaluar atë presion politik ose atë vuajtje të madhe, ne mundesh të ishim në gjendje për të kapërcyer një hap gjigant që ishte emigrimi në një kohë të shkuar. Kështu që domethënë çdo anë negative që duket në një shoqëri, shoqërohet me një vlerësim nga ana time, sepse kështu duhet të jemi mirënjohës për gjërat që kemi, sepse ato na japin kuptim jetës, mirënjohja. Është çelësi i suksesshëm i lumturisë së njeriu. Ti je mirënjohës edhe pse gjërat duken të vështira. Mund të gjesh në ato gjëra të vështira ato dy gjëra pozitive që janë dhe të mbajsh tek ato dhe të ndjesh i këndshëm. Edhe jo se bie shumë pastaj kse, po ty i shumë negativiteti në shpirtin e njeriu, të ulën shumë atë dhe njeriu ka shumë gjëra për të menduar. Jam shumë dakord me këtë që ti thua, edhe mendoj që njerëzit që janë mirënjohës janë ata më të lumturit. Jo domosdoshmërisht kanë gjitha gjërat që kanë nevojë, por që kanë gjetur këtë çelësin që janë mirënjohës edhe gjërat shkojnë mirë. Unë mbaj mend që ne kur u takuam, se unë nuk kam njohur shumë personalisht, por kur u takuam te tempulli i Romës para shumë pak kohësh, po më tregoje pak si e njohur me kishën dhe besoj se historia jote është shumë interesante, do doja që të na e tregoje ne po edhe dëgjuesve që se si e njohur ti me kishën. Po, unë nuk besoj se kjo ishte një koincidencë, njohja ime me kishën. Unë kisha në atë moment ndodhesha në pikën më kritike të jetës time, isha zhgënjur shumë nga jeta ime. Isha futur në furrën e rafinimit në atë periudhë, në furrën e pikëllimit, siç thotë shkrimi i shenjtë që unë të zgjodha aty nga furra e pikëllimit, thotë Zoti. Dhe unë pash duart e tij të drejtoheshin tek drejt jetës time. Unë isha në atë periudhë që s'kisha krijuar akoma familje, kisha vojtur shumë në emigrim, kisha kapërcyer shumë vështirësi, po gjithsesi unë nuk ndjenja një gjë të vërtetë në këtë botë. Më mungonte një vërtetësi, një shpirt që të mund të më ngrohte zemrën. Çdo gjë ishte mishore dhe epshore dhe mua këto gjëra nuk më pëlqenin shumë. Dhe jam shumë i sigurt që në atë periudhë zhgënjimi që isha në jetën time dhe i dal nga fura e pikëllimit dhe e rafinimit, ata dy misionarët, cilët ishin angjëll për mua, ata ishin angjëll, unë e ndjesi sot atë ditë, qëndronin poshtë këtu shtëpisë time në një zonë që është shumë larg nga zona ku frekuentojnë misionarët. Atë është një zonë shumë e largueshme, domethënë, dhe atëherë kishim 4 dhe në 6 misionarë, ata nuk mund të qëndronin në këtë zonë, dhe kështu që ata ishin dërguar pikërisht për të më takuar mua. Dhe unë e pash ata, pash me babain tim që po bisedonin poshtë, dhe unë në atë kohë vi, domethënë, nuk ishte vetëm vendi në cilin unë takova, por ishte edhe koha, to timing. Që unë u gjenda në atë kohë dhe në atë vend, pikërisht në momentin kur dy misionarë po i flisnin babait tim poshtë. Dhe unë u afrova tek ata, e them të vërtetën, thash mos jeni dëshmitari të Jehovait, sepse kishte shumë prej këta persona. Jo, ata thanë, ne jemi antarë të Kishës së Jezu Krishtit, të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe unë nuk kisha dëgjuar kurrë gjë, por unë ndjeva një dritë brenda tyre. Unë ndjeva paqen brenda tyre dhe pash në sytë e tyre shpirtin e Perëndisë, pash një perëndishmëri brenda tyre. Dhe unë isha i gatshëm të thesha atyre, po,
hajteni dhe më mësoni, dhe unë i ftova ata dhe ata erdhën në shtëpinë time dhe nga dalë më mësuan Ungjillin, më mësuan që unë duhet kisha një dëshmi para se të merrja hapin e pagëzimit tim dhe unë të gjitha ato që më thanë ata unë isha i bindur, i dëgjueshëm. Nuk kisha shumë orvajtje dhe kundërshtime, sepse unë isha i përgatitur ndoshta më përpara me rafinimin tim nga problemet e vështirësisë dhe kur erdhi ky moment unë isha i kapshëm, unë e kuptova për njerësh atë shpirt, unë e kuptova për njerësh atë dritë dhe unë ndjeva perëndishmëri brenda tyre. Dhe për njerësh e bëra hapin tim duke u pagëzuar. Dhe i dhash atyre mundësinë të më pagëzoni. Shumë histori e bukur, duket se vërtet ka përgatit Perëndia që ti ta pranosh Ungjillin e Tij edhe me vështirësitë, se janë shumë të nevojshme me këto pikat kritike të jetës ku ti thua a ka kuptim jeta edhe ku është Zoti apo për çfarë arsye jam këtu në tokë. Edhe mendoj që na shërben shumë që të fillojmë të kërkojmë Zotin edhe të lejmë vend për të pranuar Ungjillin dhe të vërtetën. Unë jam edhe kurioze në fakt për se si ka qenë, se ti the që kishte shumë dëshmitar të Jehovait, po edhe Greqia është një vend ortodoks, edhe nuk e di sa e lehtë është që ti jesh një antar i kishës në një vend ortodoks. Si ka qenë për ty kjo çështja e besimit me besime tjera? Është shumë e vërtetë në 90% e popullsisë është ortodokse dhe ata kanë një trashëgimi ortodoksinë, kanë traditë më shumë se sa një dëshmi që kanë për të vërtetë. Ata mendojnë se nëse ndryshojnë ortodoksinë, ata ndryshojnë kombësinë dhe kanë shumë të vështirë që të ndryshojnë këtë lloj besimi. Por për mua më dha shumë fuqi libri Mormonit kur lexova në Jakobi 5, në cilën Zoti dërgovi shërbëtorin e tij për të mbjellë disa fara ose për të mbjellë disa fidana në një tokë shumë të vështirë. Dhe kjo tokë e vështirë ishte Greqia për mua, domethënë kur i tha shërbëtori, po ç'to bëjmë aty ne që ta mbjellim aty? Është toka shumë e thatë dhe shumë e vështirë, si mund ta mbjellim? Dhe pikërisht unë shikoj që e vlente kjo përpjekje sepse Zoti ndoshta e mbollet atë ndoshta edhe për mua dhe për familjen time, edhe për pak veta që mund të jenë në atë ambient, ai e mbjell farën e Ungjillit. Dhe mua kjo më dha shumë fuqi kur lexova librin e Mormonit në Jakobi 5 për shartimin e degëve të udhëherit, cilën disa fidanë u mbollën në një vend të cilën ishte shumë e vështirë. Edhe kjo është e njëjta gjë, besimi i rivendosjes së Ungjillit në Greqi është një sfidë e vërtetë, sepse ti je në Amerikë, një antar i kishte Jezu Krisht është një diçka e thjeshtë. Por ti je në Greqi, duhet të kesh shumë sfiduese, domethënë duhet të përballosh te presionin dhe ato mendimet e tyre dhe ata i quajnë eresi, domethënë të lloj kishe, thonë. Edhe unë i përgjigjem gjithmonë me një përgjigje shumë të thjeshtë që unë nuk e di nëse është eresi apo çfarë thoni ju vetëm. Të vetëm gjë që unë di, them që unë ndjeva shpirtin e Perëndisë. Edhe kjo gjë nuk mund ta moj thash. Sepse po mos kisha dëshmi, ndoshta do binja edhe unë në tundimin e thënave të tyre. Por them unë se ai çorazi që kishte ikur shikimi, kur erdhi Krishti i thanë Krishti është vllafsimosh, është ta bëri këtë me forcën e djallit, dhe ai tha nuk di me kë forcë e bëri, tha vetëm gjë që di tha është se unë shikoj tani. Kështu që e njëjta gjë ata mundojnë të hedhin te kjo Ungjil një baltë edhe një por unë them mua nuk më intereson se më thoni ju vetëm. Atë që shikoj unë ndryshova si njeri dhe unë ndjeva shpirtin e shenjtë. Dhe këtë është dëshmia ime që unë nuk mundi dot, sepse s'ma dhan njerëzit dhe njerëzit nuk mund të ma marrin. Këtu shpika që unë qëndroj i fortë në këtë shoqëri greke, të cilën shumica e tyre janë tradicionale më shumë se sa dëshmi. Është vërtet, më pëlqeu shumë krahasimin që te me të verbrin, se ai nuk shikonte, por ai tani shikon, edhe mendoj një njëjta gjë është kur ne njohim Ungjillin, të na hapen sytë dhe ne gjithë të njohuri dhe gjithë të dëshmi që marrim nuk e mohojmë dot. Ndoshta njerëzit ju duket gjë e çuditshme, po ti nuk del dot kundër Zotit, në të dhe njohurisë që ai të ka dhënë. Edhe më pëlqen shumë se si e shpjegoj. Faleminderit. Ndërsa po flisje ti është shumë interesante që të theksojmë këtë fakt që kisha nuk është shumë e zhvilluar në të gjithë botën, por kisha ekziston në të gjithë botën ose në të gjitha vendet e botës. Dhe sidomos në Greqi, siç e edhe vetë, është pak e vështirë, sepse njerëzit nuk duan të ndryshojnë kulturat, zakonet, trashëgimitë, siç e edhe ti. Unë kisha fatin që vizitova në Greqi, në Athinë, para disa vitesh, dhe isha shumë i njohës që edhe pse në qytetin e Athinës kishte një
deg, një lagje, që unë të shkoja dhe të adhuroja Perëndin. Normalisht kisha nuk ishte full, si themi ne, ose plot me njerëz, por kjo nuk ishte rëndësi. Rëndësi kishte që kisha ekzistonte, qëndronte aty, edhe kjo ishte një bekim shumë i madh. Doja të pyesja tani në lidhje me antarët e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditët të mëvonshme që jetojnë aty në Thesaloniki, në Selanik, ku jeton ti vet. Si ke gjetur, ishin mikpritës, si është kultura e njerëzve aty? Po, para se të them të vllai Xhoni dhe motra Enida, do të thesha që mua më ndodhi një mrekulli në atë ditë kur vajta për të pagëzuar, nëse mundemi të më lejoni ta ndaj këtë dëshmi. Unë dhe një 4 veta persona të tjerë, familje shqiptare, kjo sigurisht, ishim në një makinë dhe aty ishte babai tim, dhe ne ishim disponuar të shkonim për të pagëzuar. Pagëzimet këtu bëheshin në detin e Kalamarias të Selanikut, ku Pali ka bërë të njëjtat pagëzime për Thesalonikët këtu në Greqi. Në atë det bëheshin pagëzimet dhe bëhen sot në Selanik. Është një gjë e bukur, domethënë në detin që ka pagëzuar Pali, aty krijojnë edhe pagëzimet tona. Dhe të them të vërtetën, në atë periudhë ishte një moment shumë i bukur që unë me makinën time yra në një tjetër rrugë dhe u ndodha papritmas në një parking privat, në të cilën kishte një për ato barrat që ngrihen kështu, si thon atyre, mirë them. Dhe futesh aty brenda dhe për të dalë nuk del dot, duhet të kesh kartë që të dalësh. Ishte dita e shtunë, nëse nuk gaboj, dhe aty nuk kishte punëtorë dhe çdo gjë ishte u futa brenda aty në parkim dhe unë isha futur në një vend gabim. Duhet të shkoja në një tjetër hyrje ku do veshë pagëzimi dhe unë isha ngatruar atë ditë, them të vërtetën. Se ata më dhanë misionarët një adresim të ndryshëm nga ajo që duheshe dhe në atë moment unë po prisja tash të vinte dikush të hapte dhe të dilnja, po kalonte ora dhe asgjë nuk po ndodhte. Dhe pash se mos kishte ndonjë dikush aty afër, asnjëri nuk ishte. Dhe siç po qëndronin në atë moment që të pesën në makinë, po prisin nga e brendshme, ajo trari ngrihet vetë. Të tërë që e pamë, edhe unë sidomos e ndjeva shumë mirë që kjo ishte forca e Perëndisë, në të cilën mua mapi derën, edhe pse isha gabimisht në ajo pjesë, unë mua trari dhe unë kalova atë pjesë, cilën po pengonte mua për të shkuar për të pagëzuar, sepse isha vonuar. Edhe kjo gjë për mua ishte një dëshmi e fortë, sepse fuqia e Perëndisë ishte në mua që unë do të jap ose do të jesh pengesat nga udha që ti kërkon të ecësh drejt meje. Edhe kur e pan të tërë këtë u habitën, sepse ishte një mrekulli, dhe kjo ishte mrekullia e parë që unë ndjeva me këtë kish, domethënë hapin tim për të hyrë në këtë ungjill. Domethënë pa i trari dhe nuk isha vetë, ishin 4 veta të tjerë brenda në makinë që e pan. Nuk na japi askush, sepse s'kishte asnjë atje, dhe ne prisnim të vinte ndonjë, po vonojshim, dhe trari u hap vetë dhe ne kaluam dhe ikëm. Dhe shkuam tek vendi ku duheshte të bëjmë pagëzimin dhe aty na prisin misionarët dhe gjithçka u krye me sukses. Për sa i përket pyetjes që mbeti, ishte sepse unë këtu në Greqi në atë kohë më shumë kishte tuaj, kishte misionarë shqiptarë edhe pak greke, të cilët ishin atë kohë. Po, ata më pritën mua dhe vllai Todi që ishte nga Durrësi dhe ai ishte këtu antar. U gëzua shumë se i erdhi një patriot, domethënë në kishën e cilën ai kishte kohë që ndronte atje dhe na pritën mirë, nuk ishte ndonjë, sepse atje nuk ishte shumë antar grek, të themi të vërtetën, ishte shumë të pak, që disa njerëz që kishin nevojë për ndihmë, disa njerëz të tjerë që ishin më shumë entuziastë për misionarët, domethënë kanë kaluar shumë atje, po pak kanë qëndruar. Po, ndërsa po fliset je, është shumë e vërtet që ndoshta rritja e antarësimit në Greqi nuk është e njëjta si me vendet e ndryshme të botës, por e di që Greqia është e bekuar, ishte e bekuar në kohën e lashtë, por edhe tani me ungjillin e Jezu Krishtit që ka qenë aty prezente gjatë gjithë kohës. Dhe unë thjesht jam kurioz të di për antarësimin tënd në lagjen ose në degën ku ti po shkon. A ke patur ndoshta një ndryshim, sepse kulturat mund të ndryshojnë, po kisha ne mendojmë që është e njëjta kudo që ti shkon. Si e ke vërejtur ti këtë gjë? Antarësimin atje ishte një diçka që unë kisha një synim, që unë kur vajta në kishën e Jezu Krishtit nuk vajta për arsye të ndryshme. Unë vajta për të besuar Krishtin, nuk vajta për të parë se si ishin njerëzit e tjerë ndaj Perëndisë ose si e trajtonin ata
unë çfarë do të më ndodhte, unë isha i sigurt dhe i vendosur që çfarë do të më ndodhte, unë do ta ndiqja aty dhe nuk dua të mburem, po unë që nga dita që jam pagëzuar, kam gati 16-17 ditë, nuk kam munguar asnjë të dielë në kishë, nuk kam bërë asnjë mungesë. Domethënë desha ti tregoja që unë atje jam për Krishtin, nuk jam për njerëzit e botës, ose se vinë hyn misionar të ikin edhe shkojnë, mund të kesh lidhje me ta dhe po ata do të largojnë një ditë. Kështu që unë atje isha sepse unë besoja te Krishti. Unë desha të ndiqnja Krishtin sepse dija që ai është e kisha e tij. Dhe jam një si dëshmitar i fuqishëm aty që unë të tërë kanë ardhur, kanë ikur, unë kam qëndruar bashkë me vllajin Todi. Sepse kjo është antarësimi. Nuk bëhemi antarë për shkak të bukurisë së misionarëve, të fjalëve të bukura që na dha ose të mirësisë të tyre. Ne bëhemi antarë për shkak se duam të ndjekim Krishtin. Ne besojmë tek ai dhe ai do të na bekojë. Është kisha e Jezu Krishtit, nuk është kisha e misionarëve, as e amerikanëve. Kështu që kjo është ndryshimi që unë që në fillim e zura thelbin. Dua të jem aty sepse kam dëshmi për Jezu Krishtin. Nuk kam asnjë nevojë për asnjë gjë tjetër. As për ndihmë, as për të parë kulturat e njerëzve, ata janë kultura të ndryshme, sigurisht. Unë duhet të vetë aty të ofroj shërbim, të ofroj dashuri, të i respektoj ata të ndryshmit dhe sa të mundem të përparoj. Ke shumë drejt për këtë që thua se ai është themeli Jezu Krishti. Mund të ketë shumë gjëra të tjera të mira, po që ne duhet të shikojmë thelbin edhe thelbi themeli i asaj që ne duhet të marrim kishë, po dhe të japim është të përqendrohet te Jezu Krishti. Dhe më pëlqeu shumë edhe fakti që unë duhet të shkoj në kishë për të dhënë, për të shërbyer, për të shërbyer tjerëve dhe për të bërë gjëra, sepse ndonjëherë unë e kam bërë këtë, besoj se shumë njerëz bien në të gracën që shkojnë në kishë se do ndjehem mirë, apo shkojnë në kishë që të marr, më thënë. Nuk shkojnë me idenë që unë do shkoj se mund të ndryshoj ditën dikujt tjetër dhe mund të ndjej dashurinë e Krishtit për shkakun tim. Më thënë, unë duhet ta mbaj vat në vesh këtë, kështu besoj ato që do ta dëgjojnë do jetë shumë gjë e mirë kjo. Enea, do doja që të na tregoj pak edhe për thirrjen e parë që ke marrë atje, ndoshta edhe për thirrjen aktuale që ke në kishë. Si ka qenë çështja e shërbyrit, me që fole pak. Po, thirrja e parë që kam hyrë si këshilltar i parë i presidencisë. Atëherë ishte president vllai Todi, prapë shqiptar, si që kanë thënë, dhe ai kur hyra unë si këshilltar i parë, u gëzua shumë sepse ai kishte disa probleme për të kryer të dhjetat ofertat, në atë kohë ishin tëra me duar, i bëjnë me shkresa, nuk ishin me kompjuterin, dhe kishte një procedurë shumë të vështirë. Dhe ai u ndjej i mbështetur nga kjo thirrje që bëra unë, sepse qëndronin bashkë, i bënim të dy bashkë veprimet, bënim të dy bashkë intervistat me antarët që kishin nevojë, me ata që kishin probleme, kush do merrte thirrje, kush do ta bënte këtë thirrje, dhe kishte domethënë një bashkëpunim. Kjo ka qenë thirrja më e parë. Pastaj kam kaluar në thirrje të dyta, u bëra presidenti i degës të Thessalonikut, dhe ndejam për 8 vjet president kam qenë atje. Pastaj u shkarkova sepse ishte një ngarkesë shumë e madhe edhe presidenti i misionit, dhe u bëra mësuesi fëmijëve fillestarë, pastaj u bëra i forumit të pleqshve, pastaj prap jam tani jam përsëri këshilltari i presidentit, i presidencisë së parë, prap këshilltari i parë. Domethënë kalova shumë thirrje dhe në çdo thirrje që më jepnin, jo se dua të mburem, po isha i gatshëm për t'i marrë ato. Nuk bëra kur hezitime, nuk thash kur jo, të tëra ato që më theshin, isha i gatshëm. Edhe për shërbim thesha këtu të fshik kishë, nuk kam problem thesha. Dhe të jem unë i fundit, nuk ka të bëj niveli i çfarë thirrje ke, në shpirtin e Zotit me gjithë një lloj. Por është ajo dëshira që do të zmadhosh shpirtin. Kur zmadhon thirrjen, ke zmadhuar dhe shpirtin tënd. Ke për progres shpirtëror. Prandaj është qëllimi i thirrjes në një person, të rritet shpirtërisht. Dhe kjo gjë është ndodhur domethënë tek unë, kam parë veten time. Por mbi të gjitha është thjesht i përulur, sepse përulësia mund të sjellë këtë thirrje në ecuri. Është shumë vërtet kjo që thua. Do doja se më pëlqeu shumë thënë që po flisje që thirrjet të zhvillojnë shpirtërisht, doja që të thelloshin pak më shumë se si të zhvillojnë thirrjet shpirtërisht, thirrjet që ne kemi në kishë shpirtërisht, në si e ke parë në jetën tënde, në jetët e tjerëve. Po, thirrja të zhvillon shumë. Unë që i pranoja thirrjet dhe rriteshin shpirtërisht, unë nuk kam ikur nga kisha asnjëherë. Kam parë njerëz të tjerë që kanë marrë një thirrje, e kanë marrë me
ezit time kanë marrë me kështu dhe ata në larguar nga kisha. Do të thënë një përforcim është që mua më ka bërë të fortë në dëshmi thirrja. Do të thënë sa më shumë të arritësh thirrjen, të kesh thirrje, rritet dëshmia tënde, që ndron më i fuqishëm atje ku je. E dyta, më shtritur shumë durimi duke rritur thirrjen. Jam bërë shumë i durueshëm me gjërat e botës, me depresionet që kemi në jetë, me problemet familjare, me të gjitha këto gjëra. Më ka dhënë fuqi shpirtërore kjo thirrje. E treta, më ka bërë më shumë të kuptoj që shërbimi sill bekim në jetën e të tjerëve dhe në jetën tënde. Kur ne shërbejmë të tjerëve, gjatë të rritjes së thirrjes tonë, neve bëhemi nuk na largohet egoizmi, ajo duke parë veten tonë të parën, se shërbejmë të tjerët. Se thirrjet janë për të bërë shërbim ndaj të tjerëve, nuk është thirrje për të bërë për veten tënde. Kështu që kjo e ulën atë egoizmin tënd dhe rritën interesin e shërbimit, kështu që kjo gjë të afron ty më shumë me shpirtin, të afron më shumë me Perëndimin, dhe ti ndjehesh më i bekuar. Sepse ndoshta të tjerë nuk e kuptojnë këtë, po ti ndjen një paqe. Ti ndjen këtë harmoni në shpirtin tënd. Dhe ku shikon të tjerët që kanë probleme, dhe ti ke këto probleme, po ti duron ato më shumë. Kjo është për shkak sepse ti ke zmadhuar thirrjen, ke zmadhuar shpirtëmërinë tënde, je bërë më i fuqishëm. Kjo është roli i përgatitjes tonë në kishë, të përgatitemi, të bëhemi të fuqishëm. Zoti na do të bëhemi si diamantë. Dhe mos harrojmë që diamanti është një gur qymyri i zi para se të bëjë diamant. Po duke kaluar në shtresa toke dhe në presion të madh dhe në zjarre të fuqishme, ky gur i nxirë bëhet diamant. Kështu që edhe ne duke u stresuar, duke rritur nëpërmjet atë thirrjes, duke rritur thirrjen tonë shpirtërore, neve Zoti na do të bëhemi diamantë, të pastrohemi nga një gur qymyri, të kthehemi në diamant. E duhet të kalojmë në këtë proces, në procesin e thirrjes, e rritjes së thirrjes, e shërbimit, e sfidave, e problemeve. Këto janë tërë ato shtresat që na shtypin. Por ka një qëllim aty, ne nuk e kuptojmë tash pse e bën Zoti këtë gjë, po neve po marrim formën e karakterit që Krishti kërkon nga ne. Ne po bëhemi ato që Krishti do të bëjmë, jo ato që duam ne të bëjmë për veten tonë. Ajo që ti po thoshe ne është shumë e vërtetë, sepse kur ne mendojmë për thirrjet, gjëja e parë që na vjen në mendje është që sa kohë ne do shpenzojmë duke bërë thirrjet. Edhe ndoshta edhe kjo është një si tip sfidë, dhe ka shumë persona që nuk e pranojnë me lehtësi një thirrje për të shërbyer. Por tani me që e shpjegove ti kaq qartë që është një proces, nëse ne e pranojmë këtë procesin, ne mund të bëhemi më të mirë, si ai diamanti që sapo shpjegove shumë qartë. Edhe më frymëzon pak a shumë kjo, sepse vërtet thirrjet nuk janë për ne, janë për njerëzit e tjerë, po ne bekohemi nëpërmjet thirrjes. Nuk e di nëse kuptojmë, është një si tip e dyanshme, që vërtet bekon të tjerët, por pikë së pari na bekon ne, na ndryshon jetët tona. Okej. Ne duam të edhe është shembulli i Jezu Krishtit që dha në tek njerëzit që ai erdhi për të shërbyer, nuk erdhi të shërbejnë. Kjo është një gjë shumë e bukur. Ai lau këmbët e dishepujve. Ai erdhi për të shëruar të verbrin. Ai ishte dhënës, sepse gjithmonë njerëzit që japin janë më të lumtur se ata që marrin. Është duhet ta kuptojmë këtë gjë. Ungjilli na ndihmon të nxjerrim këtë në pak, që të japim, që dhënia është lumturi. Nuk është marrja lumturi. Ne duhet ta heqim të natyrë marrje, duhet të jemi natyrë dhënëse, nga brenda të dalë. Jo të kemi nga jashtë afuti në brenda vetes tonë. Kjo është ajo që Krishti do të realizojë tek nëpërmjet sfidave, që ne të bëhemi njerëz dhënës, sepse ne do të bëhemi më të lumtur se ata që marrin. Po. Dhe duke bërë atë ne gjejmë lumturi, ne gjejmë veten tonë. Është një thënie e një apostulli në fakt që thashë nëse do të gjesh veten tënde, shko dhe shërbet tjetrit. Edhe është shumë e qartë ajo që ti the. Ne dua të kalojmë tani në një temë tjetër, të flasim pak për punën e profesionin tënd. Po dëgjoja gjatë përshkrimit të biografisë që ti ke studiuar për inxhinieri, besoj, elektronike, edhe është një fushë interesante. Rrymatulta në Tiranë kam bërë për elektronikë, po. Shumë bukur. Edhe jo për të mburur, po kam qenë me tëra vita, 4 viti kam thirrë, s'kam patur asinent. S'kam dyshim e ne, s'kam dyshim. Do të dija që e shfryzon këtë si tip si profesion, apo ke zgjedhur diçka tjetër të bësh në jetën tënde? Po, kjo më ndihmovi mua të them të vërtetën,
sepse duke bërë këtë profesion e babait tim ka qenë teknik, edhe ai më ka ndihmuar mua dhe mua më zënë duart të them të vërtetën nga që kam ngjall babait. Dhe këto gjëra më kanë pëlqyer to fizika, elektronika, qarqet elektrika, rryma, të gjitha ato. Dhe unë kam shtruar dorën dhe edhe sot e kësaj dite e përvetësoj këtë si hobi. Domethënë tërë pajisjet elektrike këtu në shtëpi, lavatriçe, frigorifera, televizora, i fut duart unë, i rregulloj. Llamba, qarqe, makina, akoma dhe makinë kam futur dorë mekanike domethënë, sepse kjo vjen nga ajo baza që kam marrë aty nga themeli në atë shkollë. Tani për sa i përket që punoj tash si shofer taksie, që kam biznesin tim, do thuash, po si sulit kjo. Kur vjen në event tuaj, këto gjëra këtu vjen nga zeroja. Këtu nuk i njeh asnjëri. Unë kisha mundësi për të studiuar, desha shumë, por nuk kisha një mbështetje në atë periudhë. Kështu që unë zgjodha rrugën e jetës, në rrugën e universitetin e jetës. Unë hyra direkt në rrethin e punësimit. Unë duhet të nxjerrja të holla sepse aty ishin të nevojshme për ekzistencën tonë. Po nëse kisha mundësi të më dikush të më ndihmonte, unë do të duhet vazhdoja, unë kisha e përsi domethënë në shkollim. Dhe këtë biznes e mora pastaj edhe me ekimin nga Zoti u begova shumë që të mundesha, jo sepse ashtu, po është një biznes që mua kam një kështu një thënie që e kam lexuar nga një apostull që thotë që kur ke punë je me fat, kur ke fuqi të punosh je i bekuar dhe kur e dashuron atë që bën je i suksesshëm. Kështu që për mua, ashtu si dhe Krishti që ishte një zdrukthar, për mua nuk ka rëndësi puna dhe niveli që bën. Nga momenti që unë e bëj këtë punë dhe e dua, kam dashuri, e bëj me merak domethënë, unë jam i kënaqur. Sepse më sjell të ardhurat që unë do të ushqej familjen time dhe t'i krijoj fëmijëve të mi mundësinë që unë se kisha për të studiuar. Domethënë prandaj përdor këtë lloj pune, nuk e përdor sepse kam një shtërrënie e potencialit që kam studiuar me të. Jo, unë shikoj që u provova dhe në këtë stad, në këtë nivel, dhe unë e desha këtë punë dhe është krijimtari për mua puna. Kështu që unë e dua punën dhe s'ka rëndësi çfarë bëj, mund të isha edhe një që pastron rrugët. Unë pra do ta desha atë punë, sepse është krijimtaria që ndodhet brenda një punë. Njeriu e bën krijimtaria. S'ka të bëjë se çfarë punë bën. Krishti ishte zdrukthare thash. Është punësimi është një nivel për ulësie që ka njeri. Kur kërkon të punojë dhe në gjëra të punoj që nuk i bëjnë të tjerë për shembull. Është një përulësi që ke. Është një rënie të lash këmbët siç i lavi Krishti tek dishepujt. Besoj se do të pëlqente sot një njeriu që mbaron shkollë të lartë, të laj këmbët e tjerëve. Por ja që po ta bësh atë, ke vetina e përulësisë. Kështu që unë zgjodha këtë rrugë sepse mund të kisha më shumë të ardhura për të rritur familjen time. Edhe është ajo puna e ndershme, apo jo, sapo e shpjegove ti që nuk ka rëndësi çfarë ne bëjmë, thjesht që punojmë me ndershmëri dhe punojmë për të marrë ato si thua nevojat e jetës. Dhe kjo ka rëndësi, pastaj se çfarë bën nuk është shumë e rëndësishme. Përveç punës, normalisht na është thënë gjithashtu që ti luan piano dhe kitare dhe je apasionuar pas muzikës. A mund të na thuash pak në lidhje me këtë? Po, patjetër, sepse e kemi një damar muzikante, e kemi në familje. Unë viles kur isha në klasën vjeçare në Korçë, në mësentoria e parë shqipe, vajta fshehura si familjes time dhe u provova aty sepse jep një konkurs për muzikë dhe unë e fitova konkursin. Kur vajta familjes tash ka fituar konkursin për në shkollë muzike tash. Wow, ta u habitën gjithë. Ju kisha shkuar domethënë fshehurazi. Dhe por xhaxhai tim nga që ka qenë ka mbaruar shkollën e lartë të muzikës, ai më tha mua që në atë kohë isha i vogël, mos e ke muzikën si primaritet, por ta kesh si një hobi domethënë. Dhe unë i futa aspektit të elektronikës atë që studionja, por muzikën e mbajta brenda, e kultivova domethënë dhe kisha shumë kohë që i binja kitarës, i binja pianos, në kohën edhe meloditë gjithmonë janë ushqimi i shpirtit. Melodia dhe harmonia, kështu që kam qenë gjithmonë i apasionuar pas muzikës dhe duaj që t'ia fut edhe fëmijëve tash, i këndojmë disa ndonjë pjesë kështu të Krishtlindjeve, muzikë të bukur. Nuk ka si tjetë ndryshe se korçarët, janë ata që këndojnë serenata, që janë romantike dhe më pëlqen shumë ky aspekt, dhe sa mirë që e ke pasur këtë talent dhe që mund ta shfrytëzosh.
se muzika është shumë e bukur, shqetësia e shpirtit, siç na the ti pak më parë. E ne tani do shfaqim një video ku ti ke luajtur muzikë, nuk e din që se Xhoni mund na e tregoj. Edhe pse unë nuk di greqisht, do prapë, ky im është shumë i bukur, po më vinin fjalët në anglisht, po është një gjë shumë e bukur. Besoj do ketë ngelur një kujtim, do ngeli një kujtim shumë i bukur edhe me fëmijët. Me që po flisnim për gjuhët, unë po thosha për gjuhën angleze, me sa di të pëlqen edhe mësimi i gjuhëve të huaja, ndoshta mund na tregosh pak sa gjuhë zotëron, cila është e preferuar jote? Po, unë kam atë prirjen domethënë për gjuhën tuaja. Edhe faktikisht di greqisht, shqip, italisht, anglisht edhe pak rusisht, po kam edhe dy gjuhë të tjera që quhet gjuha e muzikës edhe gjuha e ungjillit. Edhe këto janë gjuhë, ta dini, që duhet i përvetsojmë, çdo njeri ka detyrë për të përvetësuar këtë gjuhë, sepse janë gjuhë shumë të bukura dhe lartësuese. Gjuha është lartësuese, mund të komunikosh me njerëzit dhe mund të shprehësh ato që ndjen. Kështu që për mua ka qenë dhe kam një këtë që jam self-taught i thonë anglezët që jam vetë mësues, domethënë nuk kam patur dëshirë që të mësoj nga mësues, po unë kam patur atë zellin dhe kam ushtruar vetë përpjekjet e mia. Për të tërë këto gjuhë kam mësuar vetë, domethënë nuk kam patur shkollim domethënë ose dikush të më ketë mësuar. Por ka qenë zelli im atje dhe përpjekja ime orë të tëra domethënë se kam patur edhe një çike kështu këmbgulje për gjëra, dhe moshë të vogël pikërisht. I kam filluar këto, i kam përveçuar që moshë të vogël, në gjuhën italiane, anglisht edhe ngadalë, pastaj kanë ardhur mënyrat që i kemi përdorur dhe ato janë përforcuar. Kjo tregon për shumë durim nga ana jote dhe këmbgulje. Dhe pastaj unë mendoj që përveç këtyre është edhe pjesa që Zoti ka bekuar shumë, ndoshta për sakrificat që ke dhënë, është dhe talent, që një nga talentet që Zoti na Perëndia na jep. Që sa mirë edhe që i ke këto talente dhe po që ke mbi të gjitha përveç se i ke, se të gjithë kemi talente, po që ke vendosur t'i vesh në praktike dhe t'i zhvillosh ato, se kjo është akoma më e rëndësishme. Unë doja që më pëlqen gjithmonë t'i pyes njerëzit kur i takojnë, thonë si janë njohur me bashortët, edhe do doja që na tregoje pak si e njohur me gruan. Ajo është shqiptare? Po, është shqiptare, ajo është një zonë këtu, në një zonë pregëtare, por jashtë Selanikut, dhe ajo ishte vajzë shtëpiake, domethënë në këtë moment. Unë isha bërë antar i kishës dhe unë i kisha lutur Zotit për një punë të mirë dhe një familje të krijonja, sepse unë duhet të bëja hapin e krijesës së familjes. Ai ishte një bekim që unë duhet të merrja dhe u njofta me gruan time nëpërmjet një personi, domethënë e bukur është sepse tu në Greqi kur ishin për të parë, domethënë njerëzit në fillim nuk kishin kohë të dilnin me vajza ose vajzat me djem, sepse ishte 90% e shqetësimeve ishin mbijetesa. Dhe ti duhet të punoje shumë orë që të mbijetojnë, sepse kishe një mal mbi kurisë dhe ti duhet të bëjnë diçka që të ta lartësojë këtë mal emigrimi, këto shqetësime ku do vish ti do jetosh. Ishin gjërat shumë të vështira ato vite. Edhe ne nuk ishim kohë si të rinj, siç janë sot për shembull të dalësh të bësh date. Atë ishin gjëra të koha një nuk edhe po ishin edhe kështu si gjëra VIP që thonë. Po, janë duke qenë si gjëra moderne ato, si gjëra prallore që të kishe këtë kohë kështu.
Megjithëse për të unë kisha kërkuar tek Zoti, them të vërtetën, dhe Zoti ma dha këtë shenjë, më lidhi në përmjet personi. Vajza, të them të vërtetën, kishte një fëmijë në atë kohë, dhe unë kisha parë disa familje në Gjermani ku kisha vajtur në tempull që ata rrisin e fëmijë, antarët rrisin fëmijë të huaj, domethënë, dhe unë u përkraha nga kjo ndjenjë, dhe unë thash do ta bëj këtë veprim. Edhe pse s'ishin njohur shumë, sepse ashtu që në komunitet, unë thash do ta bëj këtë sepse duhet të bëjmë dhe baba për atë fëmijë. Kështu që është fëmijë i katërt ai për mua, ndoshta nuk e thash në programin lidhje son, por unë e kam rritur atë fëmijë dhe jam munduar me gruan time të ta shikojmë si fëmijën tonë. Pastaj edhe 3 fëmijë tanë më vonë. Dhe kemi kaluar shumë peripecira, domethënë, sepse këto rrugë ishin të vështira, por unë e pash një bekim sepse ky lloj lidhje solli frut, edhe fruti ishte e fëmijët. Këta fëmijë sot janë ata që do të jenë ardhmja e besimit, e ardhmja dhe një nga urdhrimet që na ka dhënë Zoti është që duhet të sjellim fëmijët shpirtëror që janë në qiell, zbresin nëpërmjet lidhjes tonë, dhe unë e përdora këtë më shumë për këtë urdhrim. Domethënë që unë duhet të bëj lidhje martësore që të sjell fëmijë të cilët presin për ty në këtë eksperiencë toksore. Edhe kjo më ka dhënë mua fuqi të po aja këta të tre. Po, Angela, Petra dhe Lukas. Tu kanë qenë faleminderit të vllajzoni që nxorë të fotografi. Po, janë fëmijët e mi dhe po. Shumë e drejtë. Duke shumë emocionuar kur flet për familjen, sidomos për fëmijët, si është ti je një baba i 3-4 fëmijëve më saktë. Edhe nuk e di, a din ata gjuhën shqipe, keni pasur mundësi që ata ndoshta të mësojnë dhe traditat shqiptare? Po, 80%, 90% e gjuhës që flitet në shtëpi është gjuhë shqipe. Ata gjuhën greke mësojnë në shkollë, kurse këtu në shtëpi unë i flas vetë gjuhë shqipe. Ata ndonjëherë skuptojnë dhe herë, po unë ja u them 2 herë, 3 herë dhe pastaj fillojnë ta kuptojnë. Unë dua që mos e humbi këtë gjuhë, sepse është gjuha e të dinë historinë nga kanë ardhur, nga cilat kushte. Dhe ata janë tani, është e vështirë ti je prindi 4 fëmijëve, në ato kohë isha dhe presidenti i Degës, isha dhe biznesin tim, kishe shumë role që duhet të ishe shumë fuqi i përballonje, sepse në një moment të vogël ti mundet të shkisnje dhe thesha nuk mundi dot ti të bëj gjithë këto gjëra, sepse duhet të ishe shumë kohë në shërbim në kishë, duhet të ishe shumë kohë në shërbim në shtëpi. Fëmijët ishin njëri çante, njëri deshte gjumësh, njëri deshte pa natë, netët pa gjumë, ishin të tëra mblidheshin, pastaj të shkojnë punë për ditë. Edhe po kështu bëhet mal njeriu, domethënë nga jedhin probleme, kështu ai fuqizohesh. E merr pastaj fuqi këtë. Nuk e merr dobësi, e merr fuqi problemi. Është vërtet se mendoj që kjo jetesa, më të nëse fakti, unë nuk e imagjinoj, më pëlqen shumë fëmijët, po kur e mendoj faktin që janë shumë fëmijë dhe gjithë kanë nevoja të njëjta, njëkohësisht, edhe fakti që ndoshta ty të dashur punosh shumë, se familja ka vazhduar të rritesh, edhe më duket shumë sakrificë e madhe, edhe është shembull shumë mirë edhe për ne që më të rinj në moshë, edhe që do ndjekim hapat tuaj, kështu që më pëlqejnë shumë këto shembuj dhe histori. Faleminderit. Unë mendoj që diçka tjetër që e bën familjen të fuqishme, por edhe të përjetshme, është Ungjilli i Jezu Krishtit. Dhe duke qenë një antar i kishës së tij, normalisht ti ke privilegjin që të mbash priftërinë e Perëndis dhe ta zbatosh atë me familjarët e tu. Si ka qenë të jesh mbajtës i priftërisë në familjen tënde? A ke parë bekimet që vijnë nëpërmjet kësaj? Po, vllai Zoni. Të vërtetën në kohën e atëshme kur flisnin për priftëri, për prift, kujtojnë ata njerëz me rroba të zeza, me mjekra, edhe njerëzit kujtojnë kur priftërinë jetë ky tip prifti, por ata nuk kuptojnë që ne jemi mbajtës priftërie. Ne nuk e prodhojmë priftërinë, ne jemi mbajtës i priftërisë. Dhe kjo është një bekim i madh. Është fuqia që Zoti vepron ndërmjet fëmijëve të njerëzve. Dhe nuk është fuqia tonë, ne jemi thjesht enët që e mbajmë këtë priftëri. Dhe kur ne jetojmë të ndershëm dhe jetojmë në lidhje me urdhrat që na ka dhënë Zoti, kjo priftëri ka fuqi të veprojë ndaj të tjerëve. Domethënë ka të bëjë shumë sa të denjë jemi ne për mbajtjen e kësaj priftërie. Kështu që mbajtja e urdhrimeve ka të bëjë shumë
që kjo pristëri të ekspozohet tek njerëz tjerë. Ne të mos buremi që ne kemi ne jemi mbajtës pristëri. Ne lejojmë pristëria të veprojë nëpërmjet nesh të tjerët. Ne nuk jemi prodhues pristëri. Ne jemi thjesht transmetues pristëri. Dhe kanë ndihmuar shumë familjen time sepse unë ata i jep një bekime në kokë për shembull, kur kishin sëmundje. Unë i bekoj ata, jep një baba më jep dhe mua se vëm koka më bek. Ata e kuptonin këtë gjë. Edhe gruas time kam në shumë herë bekime. Shumë herë kemi patur atë frymëzimin për të bërë diçka nëpërmjet fuqisë të pristërisë. Dhe kjo gjë më ka ndihmuar shumë, edhe familjen time ka ndihmuar. Ata kanë bekuar në fuqinë e pristërisë. Sepse është një fuqi reale, nuk është një fuqi ideore. E shikon. Është e vërtet, prandaj ne inkurajojmë të gjithë bashkëshortet që të punojnë së bashku si partner, që të mund të sjellin këto bekimet e përjetshme që Ungjilli i jep familjeve, që të jenë të forcuara, të jenë të bekuara, por siç e thash të jenë të përjetshme. Dhe doja të djem me që po flasim për familjen e përjetshme, keni pasur mundësi si familje që ju të vizitoni tempullin? Po, patjetër, po, vajte me gruan, u bulosëm dhe kishim fëmijët e vegjël atë kohë, se këta nuk kishin, kurse fëmia e fundit ka ardhur nëpërmjet bulosjes tonë, pas bulosjes tonë ka ardhur në fund, zhvulosur ai me ne, kurse dy tjerë të vegjël ishin atë të vegjël nuk ishin, vajtën të gjithë së bashku në Frankfurt, u bulosëm së bashku si familje. Kështu që çado të ndodhë, ata janë të lidhur me familje. Vera jeta tash ka ato trazirat e saj, uljet dhe ngritjet e saj, por ata kanë babanin shembull që nuk e le Ungjillin. Ne nuk kemi, ata që nuk e le nuk janë perfekt, njerëz perfekt. Ne jemi të sëmurë dhe të njerëz që nevojiten, e kemi nevojë Ungjillin, sepse në spital nuk shkojnë të shëndetshëm, po shkojnë ata që janë mëkatarët, të dobtit. Kështu që ata duhet të kuptojnë që babai nuk veten në Ungjil sepse është perfekt, po shkon aty sepse ai e ka nevojë atë Ungjil. Ai që nuk është që është i dobët, ai ka nevojë udhëzimin e Ungjillit. Edhe vajtja tonë në tempull, për ata ka mbetur një shembull i madh sepse ata ndjen shpirtin e shenjtë. Ata që të veshme të parë. Ishte shumë bukur. Po, do thoshë është ai premtimi që pavarësisht se çfarë ndodh në jetë, ju jeni të bashkuar në përjetësi, dhe është një bekim shumë i madh vërtet, sepse të dish këtë njohuri që familja jote do të jetë me ty në botën tjetër, është diçka shumë komfortuese, shumë qetësuese, që jo shumë njerëz e dinë në fakt ose e besojnë, por ne kemi besimin që me anë të beslidhjeve që ne bëjmë, ne mund të jemi përgjithmonë si një familje, si një njësi familjare, pra, shumë e bukur. Doja të pyesja për diçka tjetër e ne, kalojmë në një temë pak si thua të vështirë për ty, sepse e di që ti në jetën tënde ke patur rastin që të emigrosh jashtë Shqipërisë. Na ke thënë që në kohën e herët ti ke lënë vendlindjen tënde nga Koça dhe ke shkuar në Greqi. Madje na ke thënë që atëre ti mban mend që kishe një lugë sheqer dhe një Bibël në gjuhën angleze, duke emigruar në Greqi me këmbë, pas ka qenë një udhtim shumë i vështirë, dhe na ke thënë që këto dy gjëra kanë qenë shumë të rëndësishme për ty. Doja të lija ty kohën tani që të na shpjegosh pak më shumë në lidhje me këtë? Po, e vërtetë është kështu nisa ikën time nga Greqia, nga Korça, jam nisur mes 3 të natës me një qeskë që kishte një lugë sheqer brenda, asgjë tjetër, asnjë lek, dhe një Bibël të vogël New Testament James King. I tane mikruliko, e na një vockë kështu. Këto dy gjëra kam marrë me vete dhe besimin tek Zoti, domethënë, asgjë tjetër s'kishte. Unë isha vetë në një botë tjetër tuaj, prindërit mi nuk e dinin, unë isha nisur në 3 të natës unë isha. Ky ishte hapi im që unë desha të evolonja, desha të shkoja diku të djeja veten time, të gjenja botën, të shikoja botën. Dhe ishte një rrugë e vështirë. Kam kaluar stuira, oqeane, pengesa, po ja që Zoti më bekovi, ja ku jam tash. Asnjë nuk ankova asnjë, sepse unë gjithmonë shikoja pozitivitetin, edhe pse kisha pak sheqer, edhe një libër, që ishte fjala e Perëndisë, unë me këto dy armë, unë isha as lek as kisha, as njeri të më ndihmonte, as gjuhën e huaj se dinja, unë isha vetëm pas njeri.
thjesht rrugës, e dinja që do kaloja kështu, do kaloja në vend tjetër dhe peripecit pasaj ishin të ndryshme. Nuk e di kur gjë këtë histori, janë vërtet, nuk e di sa vjeç ke qenë, po më dukesh që ke qenë shumë i fortë që të merre gjithë të nisëm, edhe ndoshta edhe pa dijenin e prindërve dhe të bësh rrugë në këmbë. Unë nuk e konceptoj dot në këto kohë, se sa të fortë keni qenë ju atëherë që keni bërë gjithë ato sakrifica për familjen, për veten. Janë gjëra shumë. Edhe vërtet kemi dëgjuar shumë histori se shumë shqiptar kanë ecur me ditë të tëra në këmbë për të kaluar kufirin, edhe kjo është një pjesë e trisht e historisë tonë, po që shikoj që ty të ka bërë shumë të fortë dhe besoj shumë njerëz janë forcuar nga këto, janë rafinuar, siç e theti, janë bërë diamante. Po na trego pak si të ka ndihmuar besimi në Zot, duke pasur një Bibël edhe pak sheqer, siç e theti ti. Si të ka ndihmuar besimi në Zot që ti ta kesh jetën më të lehtë në migracion, edhe të rifillosh nga zeroja në këtë rrugë të vështirë. Arkimedi që ka qenë matematikani më i madh, ka thënë nëse unë kam një pikë mbështetje vetëm, unë do ta ngrija me levën e Arkimedit, do ngrija tërë planetin thjesht, vetëm një pikë mbështetje të kisha. Domethënë, për mua libri i shenjtë që ishte Bibla, ai sheqeri ishte vetëm thjesht për të më dhënë pak fuqi për të kryer një udhëtim deri në far kohe, sepse sigurisht do kërkoja përsëri për të ngrënë diku tjetër. Por Biblën unë e kisha me vete dhe ajo më jepte mua gjithmonë fuqi, sepse unë e lexonja atë. Dhe kishte një forcë. Kishte një forcë të madhe brenda shpirtërore. Edhe pse ndodhesha i vetëm, unë isha ajo dele e humbur, e Perëndis dhe ai gjithmonë më udhëhiqte mua, edhe pse nuk e shikoja, por shikoja njerëz që vinin pranë meje për të më udhërfyer. Edhe ngadalë nuk kuptova tash që kanë kaluar kaq shumë vite që mua në atë periudhë Zoti më kishte marrë në krahët e tij. Nuk e di cila është arsyeja që ne duhet të kalojmë në këtë emigracion edhe në këtë situatë, pse do ta nisim vetë këtë jetë, edhe pse unë do të kisha këtë Bibël me vete, por ja që ajo udhë që bëra gati 20 e ca vjet, 18 vjet më duket. Më bëri pastaj të bashkoj me shenjtorë të vitet të mëvonshme. Domethënë, më duhej kaq kohë që të rafinohesha, të futesha në pikëllim, në atë furrën e pikëllimit, të njihja jetën, që të jem në gjendje të kem mirënjohje për gjërat që kam. Që të kem mundësi të jem i bindur, që të kem mundësi të jem i dëgjueshëm. Dhe këto besoj vështirësi që mu dhanë për të parë përpara, më dhanë mua fuqi për të qenë ky që jam sot, nëse jam ndonjë pushtet, po jam i dëgjueshëm dhe i bindshëm. Janë dy vlera që janë dy veçori që duhet i kemi si antar të kishës. Sepse kur je i bindur dhe i dëgjueshëm, ti lejon dritën e Krishtit ty më tepër tek ty, dhe ajo të smadhon ty shpirtin. Dhe kështu thot Zoti, unë të zgjodha nga fura e pikëllimit dhe të rafinova, sepse shpesh na jep kështu që ne të mundemi të përulemi. Dhe kur ne përulemi, nuk kemi egoizëm brenda. Ne më të lehtë, jemi instrumenta më të lehtë në duart e tij për të shërbyer të tjerëve. Te këto shikoj domethënë që ajo Bibël më dha një fuqi të madhe shpirtërore. Unë kisha të vetëm pikë mbështetje. Gjuhën nuk e dija shumë mirë. Shatërpate domethënë. Edhe ngadal çdo gjë. Vima radhë pas radhë, linje pas linje, me durim, me të tëra, ja ku jam sot. Lavdi Zotit, nuk më në gjërat e botës, por kam shëndetin, kam familjen, kam besimin, kam paqen time, nuk më mungon gjë. Edhe këto kanë sjellë gjithmonë një ecurin time, domethënë. Jam minjos që kalova në këto kohra të vështira, sepse këto më forcuan mua. Më bënë më të fuqishëm. Dhe unë mund të rezistoj tundimit, mund të qëndroj në një pozicion që është shumë e vështirë. Dhe prandaj minjos. E gëlltita, unë nuk gëlltita gjembin e vdekjes si shkëlltiti Krishti, por unë kalova në udhën me gjemba. Kjo është, unë kalova në udhën me gjemba. Krishti e gëlltiti gjembi, por e kalova të rrugë, unë e kuptova çdo thoshtë të gëlltitesh pasaj gjembin, unë e kuptoj Jezu Krishtin, sa vojti për dhimbjet tona, sepse unë e kalova të pjesë.
Është impresionuese në gjithë kjo që thua dhe ndjej që ke një dëshmi të fortë edhe për shkak përveç besimit edhe për shkak të vështirësive që ke kaluar. Kjo nuk ishte planifikuar, por kur po flisje pak kur shkuat si familje, edhe ti ishe në tempull së fundi edhe ndjeva që duhet të pyesja na flasësh pak për ndjenjat rreth tempullit, në të si është shërbesh atje dhe si të ka ndikuar ty si njeri. Po, e vërteta është se unë vajta sepse babai im kishte ndruar jetë 6 muaj përpara. Edhe unë doja të shkoja aty të kryeja një ato ordinancat për baban tim dhe unë e kisha parë baban në ende para se të shkoja që ai ishte i shqetësuar sepse ndodheshin në pozicione të ndryshme. Edhe unë thash do marr të vendim dhe me ndihmën e vllajt Juba dhe vëllezërit e tjerë që njofta atje, ishin njerëz të mrekullueshëm, edhe ju gjithashtu. Unë murit më shumë ajo fuqia ime shpirtërore, kur i pash dhe juve atje. Dhe kur kreva ordinancat për babain tim, unë ndjeva që paqja erdhi në shpirtin tim sepse babai im gjeti veten e tij duke shkuar në prindit e tij. Domethënë në gjyqje dhe gjyqja atë që unë kisha bërë për ta më përpara ordinancës shpëtuese dhe e mora e ndjeva në shpirtin tim që ai ishte i lumtur. Domethënë misioni im u krye aty me 2-3 funksione për babain tim dhe për të tjerët. Dhe kur i shërbeja të tjerë, kishte raste që kur bënim vulosjen për njerëz të tjerë, kishte disa emra që thrisin atje dhe ne na vinin lot në sy. Ndoshta ata persona kush e di sa kishin vojtur e çaj prisnin atë moment që ne t'i bashkonin dhe ata kishin lot gëzimi dhe na përcjellshin edhe ne këto. Domethënë ata persona që ishin në botën e shpirtrave. Me këtë mënyrë shërbimi dhe paqja që dham atij, do të thënë ishte. Jam shumë rinjose për gjithë shërbimin që ti bëre në tempull, se e pash, faktikisht ti ishe, si thua, për të bërë punët e tua, ordinancat e tua, po pash që kishe, edhe pse nuk ishe, si thua, pjesë e stafit me të rinjt, unë pash që kishe shumë dëshirë të shërbeje, të ndaje dëshmit me të rinjt edhe më bëre shumë përshtypje, dhe po shikoja nga larg, që e kishe shpirtin e shërbimit edhe të ndjenjëm për të bërë mirë dhe për të qenë një shembull. Dhe vërtet ishte shumë kënaqësi që të shikoja përveç prezantimit që patëm, shumë të shkurtër, por kisha eksperiencën e kisha privilegjin, mund të them, që të shikoja vërtet të shërbeja edhe brenda në tempull, po edhe me të rinj dhe me njerëzit rreth rrotull, dhe pse nuk duhet ta bëje edhe kisha mundësi mos e bëje, zgjodhe që ta bëjesh. Dhe gjej rastin që të falenderoj edhe këtu. Para se ne të bëjmë pyetje në fundi, doja thjesht të dija, duke qëndruar normalisht jashtë Shqipërisë, duke jetuar jashtë Shqipërisë, dhe ti ke kontakte të shpeshta me antarët ose shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri, më shtën gjithashtu që ti je gjithashtu i angazhuar në udhëtime që ata bëjnë në tempull apo në shumë gjëra të tjera. Çfarë këshille do të kishe ti për të gjithë ne, për shembull, emigrantët që jetojmë jashtë Shqipërisë, dhe si ne mund të jemi në kontakt me antarët ose dhe me Shqipërinë, dhe se si ne mund të kontribuojmë në ndërtimin e mbretërisë aty në vendin e Shqipërisë? Po, shumë pyetje e bukur. Një këshill që mund t'jap unë është kjo që sado fortunat të forta të vinë në jetën tonë, edhe sado të vështira të na duken gjërat, atë që duhet ne të këshillojmë tek njerëzit e tjerë dhe tek shqiptarët brenda në Shqipëri, që të kemi dashuri të krishterët në njëri tjetrin. Atëherë do duket drita e vërtetë e Ungjillit do të ndrit tek ata, duke shprehur edhe duke vepruar me dashurinë e Krishtit tek çdo person. Duke mos e gjykuar atë ose duke mos e kritikuar në çfarë niveli të besimit ai qëndron. Ne duhet jemi shembull për ta. Duke patur gjithmonë dashuri të krishterët. E duke e pranuar atë ashtu siç është. Neve mund të ndihmojmë në Shqipëri duke u lutur fuqimisht. Unë pash brenda zemrave të tyre njerëzve që ishin shqiptarë, pash brenda tyre një zjarr dëshmie të Ungjillit të rivendosur. Ata ndoshta nuk kishin shumë eksperiencë, po ata kishin një zjarr të brendshëm. Dhe ai zjarr duhet të qëndrojë i ndezur. Neve mund të ndihmojmë ata duke u lutur, duke u patur më shumë kontakt me ata. Dhe ky misioni që ju zhvilloni është një mision shumë i bukur, që i bën ata të ndjejnë dëshminë e të vëllezërve të tyre të ndryshëm,
Dhe kjo ju rritën atë flakën më shumë brenda tyre. Ne duhet jemi një shembull për ta. Kur ata na thresin për një shërbim, le të shkojmë të ndihmojmë. Kur ata na kanë nevojë për diçka, të jemi të gatshëm për të shërbyer. Të mos vendosim gjërat e tjera të botës përpara atë që do Zoti. Le ta vëmë të mbitëzojë Zoti përpara dhe pastaj gjërat e botës të jemi sekondare. Kjo është këshilla ime. Shërbimi dhe dashuria e Krishtit dhe gatishmëria për të treguar, për të shërbyer vëllezërve dhe motrave tona në Shqipëri. Shumë vërtet. Ti ndoshta e ke thënë gjatë gjithë bashkëbisedimit ton këtë, po unë doja që të pyesja se çfarë do të thotë për ty që ti jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme. Të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme, nga fjala shenjtor i ditëve të mëvonshme do thotë që ty është në udhën e shenjtërisë. Të lesh atë varkën që la në dishepujt, që la Petroja, kur i tha Krishti hajde të ecësh në mua në ujë, ai duhet të linte varkën. Varka është bota. Dhe ai duhet të shikonte Krishtin, dhe vetëm në atë kohë që ai shikonte Krishtin, ai mundeshe të ecte mbi ujë. Kur fillovi të ishte vështrimi nga Krishti, domethënë kjo do thotë që qëndrosh shenjtor i ditëve të mëvonshme, të qëndrosh i fokusuar te Krishti dhe të lesh botën, të lesh varkën. Ne nuk kemi më të mirë se të tjerët, por ne duhet, ajo që na ndryshon ne me tjetër, që ne të fokusohemi tek Krishti dhe ta lëm botën, të lëm gjërat e botës. Mos kemi shumë tendenca për botën. Kjo do të thotë për mua të jesh shenjtor i ditëve të mëvonshme. Faleminderit, është unë mendoj me aq pak sa të kam njohur, mendoj që je vërtet një shenjtor i ditëve të mëvonshme shembullor, jo perfekt, nuk kemi asnjëri, po që ajo që bën diferencën edhe që mendoj që duhet ta marrim shembull nga ty është zelli që ke për të shërbyer, edhe që do që të bësh punën e Zotit dhe ti duash tjerë dhe të kontribosh. Kështu që mendoj që kjo të bën ty një shenjtor i ditëve të mëvonshme. Dhe jam mirënjohëse për gjithë gjërat e vyeshme që solle në këtë episod, edhe që përpjekjet e tua të vazhdueshme që ti je si shpëtimtari dhe ti duash fëmijët e ti njësoj si ai. Edhe unë falenderoj për emisionin që më ftuat mua. Jeni shumë të pasur edhe në shpirtat tuaja. Unë kam ndier atë komunikimin tuaj të bukur edhe dëshirën tuaj për të shërbyer dhe ju dhe shërbesit në këtë momente. Dhe kjo ndoshta e lit zemrat e shqiptarëve kudo që janë për të thurur një besim më të fortë dhe për të patur një këndvështrim të veçantë të shenjtor duke ndjekur Krishtin. Unë ju falenderoj shumë nga zemra ime. Ju dua të gjithëve. Edhe ata që na dëgjojnë, kudo që janë, ju dua gjithmonë. Ju dua. Po, faleminderit Enea. Jemi ne shumë njohës që pranove këtë ftesën. Ne jemi të bekuar që të ftuarit tanë në këtë podcast kanë qenë nga të gjitha vendet e botës, edhe jemi shumë njohës që pavarësisht ku jetojmë, ne gjithmonë mbajmë mend beslidhet tona, ne gjithmonë qëndrojmë të fortë në besimin ton, edhe asnjëherë nuk e harrojmë nga ne vim. Kështu që shumë faleminderit që je një shenjtor i shembullt aty në Selanik. Edhe shpresoj që të kemi sa më shumë antarë si puna jote kudo në botë, edhe do ishte një botë shumë e bukur. Kështu që faleminderit për kohën tënde. Unë ju falenderoj. Zoti është i madh, ne jemi asgjë, ne jemi shërbëtor. Mirë, ne falenderojmë edhe një herë të ftuarin ton Enea Tanto dhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod të 46 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Ky emision nuk do të ishte e mundur pa punën e mrekullueshme të skuadrës tonë, të cilën falenderojmë shumë. Nëse ju që na shikoni e dëgjoni, doni të merrni pjesë ose njëni dikë që do të ishte këtu pjesë për të ndarë historinë tonë siç ishte Enea, ju lutem na kontaktoni në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com ose një mesazh në rrjetet tona sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe mbështetjen tuaj dhe ne do të shihemi javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim. Πέρα σας. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα! Στους αγγέλους να ψάλουν δόξα, δόξα, δόξα ύψιστης και ποιητής ειρήνης.
matriz megaloψυχίας, δόξα, δόξα, δόξα ύψης της και μυθής ειρήνης, και μυθής ειρήνης. Με τους αγγέλους και εμείς ας τραγουδήσουμε όλη τη ψυχή μας. Δόξα, δόξα, δόξα ύψης της και μυθής ειρήνης, και μυθής ειρήνης. Ας έρθει γρήγορα η στιγμή, όλη η γη